Presidenti Amerikan Donald Trump ka minimizuar kërcënimin për ndryshimet klimatike duke thënë se rreziku më i madh për njerëzimin vjen nga armat bërthamore të fuqive të mëdha. Në një intervistë për Fox News, Trump foli për arsenalet bërthamore dhe miliardet e shpenzuara për mirëmbajtjen e tyre, duke quajtur përbindësha të mëdhenj që mund të sjellin fundin e botës. Armat bërthamore janë një kërcënim i madh. Kam parë Biden të thotë për vite me radhë se kërcënimi ekzistencial vjen nga klima. Unë them jo, kërcënimi më i madh është i ulur në rafte në vende të ndryshme dhe quhet armë bërthamore. To janë përbindësha të mëdhenj që mund të shkatërrojnë gjithçka për kilometra të tërë, tha Trump. Ai shtoi se SBA dhe Rusia kanë arsenalet më të mëdha bërthamore, por Kina mund të arrijë në të njëjtin nivel brenda dekadës. Pavarësisht paralajmërimeve të tij për fuqinë shkatërruese të armëve bërthamore, Trump tha se synon të rinisë vizitimet me Rusinë dhe Kinën për të reduktuar arsenalet e tyre. Ai sugjeroi se vendet duhet të shkurtojnë buxhetet ushtarake dhe të ndalojnë ndërtimin e armëve të reja, pasi arsenalet aktuale janë të mjaftueshme për të shkatëruar botën 10 herë. Një nga takimet e para që dua të kem është me presidentin Xi të Kinës dhe presidentin Putin të Rusisë. Dua të them, le të përgjysmojmë buxhetet tona ushtarake dhe besoj se mund të arrijmë këtë, deklaroi ai. Ndërkohë Trump paralajmëroi Iranin se nëse nuk hyn në negociata me SBA-n për çështjen bërthamore, mund të përballet me ndërhyrje ushtarake. Ai tha se i ka dërguar një letër liderit suprem të Iranit, duke paralajmëruar se refuzimi i vizitimeve mund të çojë në ndërhyrje të dhunshme nga SBA. Aktualisht Rusia ka arsenalin më të madh bërthamor në botë, me mbi 5500 koka bërthamore, ndërsa SBA renditet e dyta me 5044 të vendosura brenda vendit dhe në 5 vende aleate: Turqi, Itali, Belgjik, Gjermani dhe Holland.